më të ligë se Emiliano Shullazit. Por dhe ju që vepronin këtë mënyrë, kohat i keni të numëruara, mas vagabondit, pas horit, pas sajeqorit, do shkoni me radhë. Protesta në fakt kjo është revolucioni. Kjo është revolucioni demokratik i shkurtit 2017. Ky revolucion po ecën drejt fazës finale, triumfit përfundimtar. Përshëndes me shumë respekt të gjitha ata qytetarë dhe qytetare, intelektual të cilët nuk ndajnë me ne të njëjtat bindje, por ndajnë me ne vlerën dhe besimin se votë e lirë është themeli i shoqërisë lirë dhe kanë ardhur në këtë çadër. Ndaj dhe edhe njëherë le t'i bëjmë thirrje Edvin Kristaq Rams, thirrje mendjes, në të ka mbetur qovë dhe një nonagram arsye. Jep dorëheqjen, hape rrugën. Kjo jona është betejë për votën. Është betejë për votën. Nuk është betejë për pushtet. Pushtetin do të afirmosin shqiptarët me votë e lirë. Por ne jemi të vendosur për çdo sakrificë për votë e lirë. I bidhur t'jesh ti që forcë në botë pa realizuar qëllimin ton nuk do mund të pengoj. Ne mblidhi këtu në kryeministri të gjithë vrasësit e Shqipërisë, të gjithë trafikantët e Shqipërisë, të gjithë pegmarrësit e Shqipërisë. Je i pa shpresë. Më mirë, dorëzohu, më mirë, prano qeverinë teknike, hapi rrugë vendit dhe të ecim përpara. Leri përpjeket, ti e peg i krimit, a e dëgjuat vlezër dhe motra akuzën që i bëri Sajmir Tahiri të nesërmen? Tek Balili, tha Tahiri, nuk jam i filmuar unë, po je ti Edi Rama, dhe absolutisht është e vërtet. Prandaj dhe sot, i vinë të veroren, i bidhur tjesht se dimërorat të ta bëjmë atë veroren e, shumë shpejt. Prandaj, më mirë, thirrje arsyes, çadër lirie, çadër paqe, çadër mesazhesh qytetare, dëgjoj dhe largohu. Largohu se do të krej me lecka. Po.
e qeverisë dhe Edi Mavris. Edhe Edi Mavris. Punër qeverisë dhe Edi Mavris. Edhe njerë ju përshtes vllazërisht. Por fitore është zakonshme që korrët. Natyrisht dhe vetëm hapi I parë. Shkërmoqja e mazhorancës së qelpsirave, mazhorancës bazuar mbi drogën, mbi krimin, mbi vjedhjen e qytetarëve, është fati pashmangshëm në ditët dhe javë që vijnë. Fitore, fitore, fitore.